وصلنا من الجنوب بداش من نشكي صح وصلنا من بداش من الجنوب بداش نشكي هذيك وش دار Ahmeti të kalë të qenë edhe antarë. Kjo familjet e Smetit Zemunit të bina që tash më shku. Atje? Gati, tot! Para, het! Vëllezër dhe motra të nderuara. Me rastin e rënies së dëshmorëve tanë për liri, kërkojmë 1 minutë heshtje. Lavdi! Tani para nesh gjendën arkivore të dëshmorëve tanë që rënë në betejën e Hadës në luftë kundër okupatorit serb. Për kushtim të një adhetarit të vërtet, luftoj deri në rënie për liri. Mentor Dervishaj, i lindur në vitin 1977 në Zablac të Istogut, ishte studenti 10-shëve të Fakultetit Juridik në Prishtinë. Ismet Saliuka, i lindur me 1958 në fshatin Tic, nuk arriti të përfundonte studimet, sepse atë e ftoi për liri, ndaj edhe ky si shumë vëllezër të tij, e la lapsin dhe librin për ta marrë pushkën, duke hyrë në radhët e UÇK-s. Të dëshmorëve, vëllezër e motra, po ndahemi sot nga vëllezërit dhe ushtarët tanë të cilët e parë dhe vullnetarisht mësyen për ne betejën e Hadës në luftë kundër okupatorit serb. Po ndahemi nga shokët tanë të luftës antarë të ushtrisë shqiptare të Kosovës të bindur se do të vazhdojmë luftën heroike në shembullin e tyre deri në shlirimin e Kosovës. Shihni sa bukur i bashkoi lufta për liri këta trima. Është Xhemoli 50 vjeçar i etur për liri që u bashkua që në fillim me ushtrinë shqiptare të Kosovës. Është studenti Mentor Dervisha, i cili ju bashkua ushtrisë shqiptare të Kosovës dhe u nis në rrugën e shtrenjtë drejt lirisë për të arritur në Universitetin e Prishtinës.
ky është ai studenti që për atë dhe e la peng diplomën e fakultetit juridik. Dhe në veti barti mallin e shtëpisë për t'i gëzuar në ditët e lirisë. Është Ismet Uka, i cili si në dasmën e lirisë ju bashkua krujshve të ushtrisë shqiptare të Kosovës për çlimin e tokës e dashur e të pasur të Kosovës. Pra, betejë 29 qershor 1998 në Hade është edhe një dëshmi se populli shqiptar e prirë dhe organizuar nga ushtria shqiptare e Kosovës, pavarësisht nga profiterët, kulturgjin, do ta fitoj lirinë dhe pavarësinë. U qoftë i lehtë dhe tokës martire mbi varret e dëshmorëve. Lavdi! Arben Bekaj nga Tica do të na lexoj një poezi për të nderuar të tjerë. Ante poshtrit, ata që s'duan të dëgjojnë gjuhën shqipe, ata që përpiqen të spastrojnë çdo gjë shqiptare. Por, or vëllezër, të falat miqoni Shaban Jasharit, e të mi thoni, kullën ta rënuan mizorët, por po bëhemi gati ta ngrisim në themelet e reja, ashtu si deshet ju. Mi thuani bacës adem se populli shqiptar po reziston, si që deshet ti, se këto mali e mbushur plot adema dhe s'do të dorëzon kur gjerë në lirinë e plot, se liria fitohet vetëm me gjak. Ju o nëna, bëni gajret se këta djem do të pushojnë të qetë dhe se kryen më nder obligimin ndaj adheut. Ata s'kan vdekur, jetojnë në zemrat e çdo shqiptari. Lavdi. Në shënderimi të këtij ceremoniali varrimi na kanë ardhur shumë telegrama ngushtimi, si nga Abria Epërme, nga Qareva, Likovci me pikën e vet Shpati, Rezalla, Makërmali me pikën e vet Flaka, si dhe Shixheta, Morina, Tushila, Kryshevci, nga Abria Poshtme, Rakinica, Lausha e të tjerë. Njëri ndër këto telegrame është edhe ky, nga Abria Epërme. Ata që vdesin sot për lirinë e Kosovës, duke lënë ana shëndra trinore, për të thurur legjenda trimërie, maleve tona, vdesin për të rilindur sërish, vdesin për të bërë të pavdekshëm. Lavdi familjeve që kanë rritur bitë të tillë, lavdi atyre që ranë dëshmor në altarin e lirisë. Këtë shumë që po recitoj, trimave të Drenicës po ja kushtoj. Kush është trim në Drenicë maj pari, trim e burr Adem Jashari. Atje larg o ku është prekazi, atje larg po digjet zjarri. Po lufton Adem Jashari, po lufton me këta trimat e vet. Serbianin po don me hjek shkretën Serbi. Në Kosovë po do me hy, në Kosovë me hy se lejojna, se këto janë trojet e tona. Moj drenic heroike, ti gjithmonë do t'jeshtrime për vatanin ton, për ta mbrojtur vendin në republikën ton. Krejt Kosova janë betu, qoni vëllëzër doj me luftu, se Kosove nuk doj me lshu, doj mu gri, doj mu caktu, vendin ton doj me shqiru. Kanë lidh besë njeri tjetrin, që as një shok s'do t'a qesin, s'do t'na dhime tjeta rininja, pa vdert gjak s'fitohet liria. Adem Jashari ka luftu, kur janë na shpin një rëtheku, por aj shpin s'ka dash me lshu, ball për ball me ta ka luftu, dhe trenën a shkina i ka praftu, dhe pishek kur ju kanë hargju, edhe vetën e ka pushkatu, e ndorë të shkavës ju ka dërzu. Adem Jashari krejt sudek, edhe i djalë në Gjermoni i kam be djali në Gjermoni, ja zavendëson vendin e ti, kam be djali me gjithë vla, as i trima Drenis nuk ka, se lam shkam Kosovë me ardhë. Ky Ademi trimori, ka luftu për shqiptari, ka luftu për vendin ton, emrin e tij do ta harroj. Adem Jashari ka luftu, edhe veten e ka pagu familjen e vet, për mendoren e Kosovë do tjetë. Pasha pushkën e djemve të ri, pasha shpellën kurin aty, pasha këtë shqipën e flamur, s'do ta lshoj Kosovën kur.
të Kosovës. Në emër të familjes Xhemal Mehmetit dhe Ismet Ukës u falenderoj për pjesëmarrjen në Vorrim Lavdiu qoftë. E shtynë në pak se u dha moshtë. Shtynë në pak. Hajmë, gati për zërë! 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 Hajde! Gati, tut! Hajde ty se vëzhim me dalë për pora që të përqim. Hajde në zhinja kise! Kova, mojta, qëp!